për nga ndogut se ban janë më kry. Për që tash me krymin e janarit, bim probleme tjera. Se që kjo janari është nëse muje New Year New Me, mas vitit të ri. O ma shumica njerëz i lojnë qatë verzion të vetin në janar e lojnë. E pishkurtit, e nisën sfidat për një men. Si çdo vit, na e bojmë qëtu New Year's Resolutions. Amo, a i mojmë ajo. Mas e video e pare vitit 2026, për du me bo një 2025 review. Qëtë ko vitin e kaluar më ne kom bo një video ty kallëzuar rezolucionet e 2025-ës. A i ko mojt ato? Nuk e di. E para, dhe më e rëndësishme, i përfundu provimet edhe me diplomu. Okej, po fillojmë me qëllimin e parë, i cili është mikroprodhimet. Po, në mikroprodhimet. Albone jam këtë pjesë, si e vishte. Edhe me diplomu. Edhe që të me thonë gjys. Se, okej, me diplomu s'kum diplomu, amo, me level e lona që në mësu që tash është kirurgjia, përveç se edhe tjera, ma që kryesurja, që shkëshemi, ku që shumë provime kum kry. Level e, come on, mërë se jam ku diplomimi. Dita ditës, ish pa frot. Yeah, yo boy. 2026-ën, e dyta, kom krija ma shumë video. U kthy në atë zakonin ku kom bo video për qef, se serios, content creation edhe krijimi i videove, unë knoq, unë përmbush. Edhe për qëta dosha me bo qëtë video, për mi bo do resolution, dhe më thonë do coke për 2025. Në YouTube s'kom kriju shumë video. Amo, në Instagram dhe TikTok, kur ma shumë që akon aktiv. Edhe pëse shumë i të në kun, s'po zërrizu në video, po s'po lidhe kërësorja e më valdu kreativitetin tem. Treta. Puna në biznes familjar, ka shku se gjithë, nga për shëzona ma shumë. Amo, okej, s'ko keq. E katërta. Tjetra ku me lexu libra. Edhe si proces leximi më ka botë osëm. Që ta dhe se qëllim, dashna me bo që me kthy procesin e leximit në aktivitet, se leximi është aktivitetin më i mirë që mund është i bo trunit tënd. E kum kry që ata që kum pas plan, edhe i kum nis një të tjerë që alojën përfundim. O ma ta i kum nis tash ka fundi 2025-ës, jo, so kon 2025 që të pagaritet. Dhe njënë këtë me kom qëto, ja, kështë që kujdes në tash kësh formë e mu mas të kry qëto. Kitër që kë, Better, që është për do notes një kirurgit, edhe bile shumë najsa më është anglisht. Edhe për fundi, Agoni Goshi, pra ta se dhe në Agon Magic, ma ka bu një rot të liber. Që, thank you bro. Ama dhe ato ka me njës, ama prapë se të fsharat. E pesta, aktivitete fizik. Shpesh nuk jeni të njohë për vitit kaluar që janë bo qatë shumë zhvill. Që për me moj trupin shnash, do të më konë konsistent në fitness. Edhe pse vitin 2024, kom shku në fitness, po nuk jam konë konsistent. Kështu që, prapë këtë vit, kena me vazhdu, kena me bo qëllim, me shku 4 herë njoftë. Jam konë konsistent, mirë është, besht, kena e njës me mor shpritës atash. Masë së me mëllim trupin që shdo, që me bo fakje. Nëbe jo, që me i lartë së rejde. Edhe një që s'ku mu të më realizu mas shumë ti, është mu bo një me natyren. Për një me, dhe me thonë, ku mëlltu, sa kom nejt jash, ku mëlltu sa në tripa, amo me dal na për natyrë nuk kum ka ro. Që nështë që kesh mas shumë, mas kishtë që se kom bojt mas shumë të nështë. Mas të ri edhi që ke pjo e kam, kena bo këto New Year, New Me një sane. A jeni ma shkort me bo që të sane? Ha? Tash është muje për locking in. Jo veç shkurti, po prej shkurtit. Qëta njerëz që ka med me neve are the real ones. Ta që mojnë disiplin. Kështë që, hajdeni me mu, bënu pjesë e ekipi. Tella ti përmbush në qëllimit. Jo me bojtë se videvi ti ndire me thonë që s'kena përmbush. Unë do vëdi që në ofol pa lidhe. Unë do me të knoqa këtë, po. Se s'pëka dhoni që ma ka knoqa e dritë? Ani. Okej, një shkurti, përfilloj mirë, edhe kom problem njësë shimja. Shimi, eca.